Përshëndetje të dashur miq. Jam shumë entuziazmuar të flasim në lidhje me hënën e plotë të parë të vitit, e cila është në datën 3 janar të vitit 2026, pra të këtij viti të ri. Energjitë e kësaj hëne të plotë janë shumë ndryshe nga çdo hënë tjetër e plotë, për të cilën ne kemi folur. Gjithashtu është hëna e plotë e titulluar hëna e ujkut dhe është hëna e katërt në një radhitje hënash të plota që nga tetori, që është hëna super hëna, si të thuash, sepse do të parashitet më e madhe se zakonisht në qiell, për të gjithë ju që jeni të apasionuar që të shikoni hënën në fazët e saj dhe sidomos në fazën e plotë, që duket shumë e bukur. Dhe kjo na lidh drejt për së drejti pra si fillim me energjinë e ujkut, që ndoshta ju në këtë rrugtim që mund të keni patur, qoftë në jetën tuaj, mund të jeni ndjer pakës vetëm, dhe vetëm jo në kuptimin që pra mund të jeni dhe vetëm ndoshta pa shumë njerëz, por ideja është që ju mund të jeni vetëm dhe në një grup me njerëz të cilët pra mund të keni shumë njerëz përreth, por përsëri të ndjeni vetëm. Kemi folur dhe për këtë, sepse kjo nuk ka të bëjë fare me faktin që sa persona ndodhen aty për ju apo janë rreth e qark. Ka të bëjë me faktin sa ju kuptojnë, çfarë botësh keni, a keni botë të njëjta, mendime të njëjta, apo a janë aty për ju që t'ju suportojnë kur keni nevojë, apo janë thjesht sa për figurë. Kështu që kjo ndoshta lidhet me rrugtimin tuaj, ose ndoshta rruga që ju keni zgjedhur, puna që ju bëni mund të ndihet paksa e vetmuar, jeni vetëm në zyrë, jeni vetëm çfarëdo që po bëni. Pra kjo mund të përkthehet në shumë mënyra, por që ideja është që mund të lidhet me këtë energjinë të qenurit vetëm. Por kjo është për një arsye dhe për një qëllim. Në radhë të parë, ndoshta kjo punë që ju mund të duket vetëm ju mund ta bëni, dhe jeni ekspert në këtë fushë, ju mund të keni një botë shumë të zhvilluar, një imagjinat shumë të zhvilluar, dhe kjo mund t'ju bëjë ju që të ndjeni vetëm, sepse idetë tuaja nuk ndërlidhen me të tjerëve. Dhe për këtë ne do të flasim, sepse këto idetë tuaja janë shumë të fuqishme dhe duhen ndarë me botën, dhe duhet i ndiqni, dhe mund të jeni ide biznesi, mund të jeni ide shumë të bukura që përse jo të mos i ndani me botën. Pra ideja është që sado që ju mund të ndjeni vetëm, është e gjitha për një arsye. Me qëllim që idetë tuaja të mos të ngatrohen nga shumica dhe ju të qëndroni të pastër në atë që besoni dhe që duhet të ndiqni. Kjo gjithashtu na lidh me energjinë e një portali manifestimi. Kjo mund të jetë mundësia juaj që në këtë super hënë të madhe të manifestoni këtë 2026, ndoshta edhe në një plan më afatgjatë, por që të paktën këtë 2026, pra një plan afatshkurtër deri në një vit. Dhe mund ta ndani në muaj specifik, mund të vendosni gola për secilin muaj. Kjo është në dorën tuaj, gjithsesi lidhet kjo energjia e manifestimit, sepse mund ta shikoni ndoshta edhe si një llampë që kaq është ndritshme sa është, mund të iluminojë pjesë të jetës suaj që kanë nevojë për pak ndryshim, që kanë nevojë që ju të ikni pak dorë, si thuash, apo të bëni një ndryshim të vogël, apo të përmirësoheni. Dhe qoftë kjo për shkak në aspektin shëndetësor, ishte ajo që ndjeva që do të përgjithësisht që keni patur një lloj problemi shëndetësor do të vazhdoj dhe në këtë vit do të zgjidhet. Por nga ana tjetër e dëgjova shumë qartë këtë që shumë prej jush ose disa prej jush mund të jenë të udhëzuar që të fillojnë një lloj diete specifike apo të fillojnë një lloj rutine dhe mënyre jetese, dhe kjo do të mundsojë që ju të humbisni pakës peshë këtë vit. Peshë në kuptimin pra peshë trupore, dhe të arrini golat tuaja për një trup fit apo për një trup që të paktën ju të ndjeni mirë, sepse e bukur është subjektive. Kjo është ajo që unë ndjeva. Nga ana tjetër, vizionet që më janë treguar në lidhje me këtë hënë të plotë gjatë meditimit ishin në radhë të parë pash shenjën e gafores. Dhe të them të drejtën, nuk e bëra lidhjen fare që kishte të bënte me këtë hënë të plotë. Por në momentin që fillova dhe të merrja mesazhe në lidhje me hënën e plotë, pash që hëna e plotë ishte në shenjën e gafores. Dhe në moment nuk e kuptova se përse më tregua kjo gafore, por thjesht dëgjova që ju jeni të mbrojtur, pra për çdo gjë që ju keni frikë, për çdo gjë që ju keni frikë se ndoshta për fëmijët tuaj, për mirëqenien tuaj, për resurset tuaja, për vendin e punës, për
financat, pra për çdo gjë që ju keni frikë që mund t'ju cënohet, që mund t'ju amarin të tjerët, qoftë edhe energjinë tuaj, për çdo gjë që keni frikë, ju jeni të mbrojtur dhe mirëqenia juaj, të gjitha të mirat që ju zotëroni dhe keni, janë tuajat dhe janë të mbrojtura. Dhe mos keni frikë se dikush mund t'ju cënoj, dikush mund t'ju amarë, se është shumë të tjera që ndoshta ju mund të keni frikë në këto kohë. Pra ky është një mesazh shumë i qartë që unë dëgjova. Dhe nga ana tjetër na lidhet edhe me faktin që kjo hënë e plot është në shenjën e Gafores. Dhe ishte vërtet shumë bukur. Gaforia në fakt tani që po e mendoj lidhet edhe me këtë faktin që po ta keni vënë re, Gaforia ecën, si të thuash, anash. Pra nuk është se ecën drejt, ecën me trupin anash. Nuk di se si ta shpjegoj, por besoj se e dini dhe ndoshta e keni parë. Dhe lidha me këtë faktin që nuk ka vetëm një mënyrë për të bërë diçka. Dhe ndoshta mënyra që të gjithë bëjnë diçka, pra që ecin, mund ta shikoni kështu. Të gjithë ecin drejt për shembull. Pra dy këmbët dhe drejt. Ndërkohë që Gaforia, po ta shikosh, është drejt. Nuk të lloj forme simetrike, që po ta ndashësh në formë simetrike, por ecën anash, si të thuash. Dhe nuk është se ka vetëm një lloj mënyre specifike, pra ju mund të keni mënyrën tuaj se si të ecni në jetë, ju mund të keni mënyrën tuaj si të navigoni këtë jetë, dhe prandaj e lidha edhe me faktin që idetë tuaja janë të rëndësishme, dhe mos e shikoni si të çuditshme ndoshta vetëm sepse të gjithë të tjerët nuk i mendojnë apo nuk i gjykojnë si të tilla. Nëse ju e gjykoni, nëse ju e ndjeni të arsyeshme, ndiqini dhe ju mund të krijoni rrugën tuaj, ju mund të krijoni një mënyrë të re të ecurin në jetë. Kështu që prandaj ndërlidhen shumë këto lloj energjish. Por na lidh shumë dhe me faktin e ëndrave, shenja e Gafores, që ju mund të filloni dhe të rilidheni me pasione të vjetra dhe me ëndra të vjetra. Gjithashtu vizioni tjetër që pash janë të ndërlidhura të gjitha, sado që në moment duken pakës përse po i shoh këto në momentin që i marr, por teksa ulem dhe i meditoj me to dhe i deshifroj, kuptoj që ka një ndërlidhje mes të gjithave. Dhe madje edhe kur bëjmë videon, po ta keni vënë re, ndonjëherë mesazhet ndërlidhen të gjitha me njëra tjetrën. Saqë do unë ndonjëherë shokohem nga ky fakt, sepse është vërtet shumë e bukur kur shikoni për shembull sinkronizime të tilla. Vizioni tjetër që pash ishte një simbol i lashtë, janë dy, si të thuash, besoj se mund ta bëj vizualisht, por që e rëndësishme është mesazhi. Mesazhi është që shumë prej jush mund të fillojnë një rrugtim të brendshëm shpirtëror, mund të fillojnë një rrugtim thjesht për të kuptuar veten, mund të fillojnë një rrugtim për të kuptuar emocionet, mund të fillojnë dhe ndoshta të fillojë dëshira dhe të lindë dëshira për të punuar me një psikolog, dhe s'ka asnjë gjë të keqe, sepse kur kemi nevojë, është e mira që ta bëjmë dhe të pyesim dikë që mund të na udhëzojë dhe dikë që mund të jetë aty për ne dhe të na kuptojë si askush tjetër. Kështu që nuk ka asnjë gjë të keqe. Por disa prej jush mund të fillojnë një rrugtim që të kuptojnë potencialin e tyre të brendshëm, sepse kjo është ajo që ky simbol përfaqëson, potencialin e brendshëm, ndoshta shumë pasione të cilat ju i keni anashkaluar, shumë ide që mund të dalin në sipërfaqe, është si të thuash po hapni një fesë dhe tani më çdo gjë që ka qenë aty me ju gjithkohës do të dalë, por ka qenë e mbyllur dhe prandaj s'kanë qenë në sipërfaqe. Dhe një simbol tjetër që mu tregua ishte një flutur. Një flutur blu, por që sepse kjo lidhet me pjesën e energjisë blu, që mund të lidhet për shembull me vizionin tuaj, me ide të cilat mund të jenë transformuese jo vetëm për ju, por për të tjerët, por gjithashtu lidhet edhe me çakrën e fytit, që ne të flasim të vërtetën dhe jemi transformuar në këtë formë që ne tani jemi konfident që mund ta themi mendimin ton, të flasim të vërtetën ton apo të ndjekim të vërtetën ton. Dhe gjithashtu energjitë e kësaj hëne na ftojnë ne që të shohim se sa shumë jemi transformuar ne në radhë të parë. Dhe si kjo flutur që nga një larvë bëhet një flutur dhe tani më ne jetojmë në një mjedis tjetër. Ne mund ta vizitojmë vendin ku kemi qenë dikur nëse duam, por ne tani më mund të fluturojmë dhe kemi një botë të re për të eksploruar. Dhe kjo gjithashtu lidhet dhe me është simboli i transformimit, pra flutura.
Dhe mund të lidhet me faktin që ne thamë që ju mund të humni peshë dhe ju të dukeni një person i ri. Ju mund të filloni një rutinë të re fytyre dhe fytyra juaj të shkëlqejë. Ju mund të filloni të bëni masazhe dhe të kujdeseni për veten dhe të dilni dhe të shëtisni dhe të ecni, të bëni më shumë hapa, apo të merreni me një aktivitet sportiv dhe ju të dukeni komplet një person i ri. Apo të ndryshoj mënyra juaj e jetesës, mënyra se si e shpenzoni kohën dhe me kjo qëndroni. Dhe kjo sigurisht është dieta juaj energjetike që edhe kjo ndryshon shumë mënyrën se si ju aurën tuaj, fushën tuaj energjetike, mënyrën se si ju dukeni tek të tjerët. Apo ndoshta një ndryshim pune që mund të ndryshojë mënyrën si ju bisheni, mënyrën si ju jetoni jetën tuaj, të gjitha këto janë të mundura. Vizioni i fundit që pash ishte një karamele. Në fakt, kjo më bëri të ndihem e lumtur si një fëmijë, por isha pak e konfuzuar se pse. Në momentin që e kuptova, dëgjova dhe mesazhin që në fakt për të gjithë ju që keni bërë punën dhe keni pritur një farë shpërblimi për punën tuaj, qoftë në punë, qoftë punë të brendshme, qoftë punë në lidhje me emocionet, qoftë punë në lidhje me shëndetin apo në palestër për shembull, dhe jeni duke pritur këtë lloj shpërblimi, ju do ta merrni dhe kjo do t'ju bëjë të lumtur si një fëmijë. Sikur merr një fëmijë një dhuratë, një karamele për shembull. Por nga ana tjetër, çfarë ju bën juve të lumtur? Kjo është ajo që unë dëgjova, sepse janë dy grupe të ndara. Për disa të tjerë mund të jetë kjo që ndiqni entuziazmin tuaj. Çfarë e bën fëmijën tuaj të vogël dhe të brendshëm që të jetë i lumtur dhe të entuziazmohet? Ajo është gjëja që duhet të bëni tani, pa u menduar shumë ku do t'u çoj. Sepse fëmijët nuk i mendojnë shumë gjërat kur i bëjnë. Thjesht ju pëlqen diçka, e nisin dhe nuk e mendojnë se ku mund t'i çoj. Thjesht bëjeni dhe do të shikoni që kjo do t'ju shërojë shumë fëmijën e brendshëm, do t'ju ndihmojë të shëroni në të gjitha nivelet, por dhe ndoshta mund të gjeni diçka aty, një pasion të vjetër. Dhe kjo lidhet edhe me shërimin e fëmijës së brendshëm që kjo hënë e plot na fton ne që të ndërmarrim hapa specifike për të gjithë ju që e ndjeni të arsyeshme. Sepse tani më është fillimi i një kapitulli të ri, hëna e plot e parë e vitit që ka një energji shumë të bukur dhe të ëmbël. Dhe na fton ne që të fillojmë dhe të manifestojmë këtë lloj viti të ri se si ne duam që të jetë. Ndoshta mund të jetë shumë i ndryshëm nga viti i kaluar apo vitet e tjera. Tani më le të kalojmë tek secila prej shenjave, mesazhe specifike si gjithmonë dhe sigurisht do ta vendos në përshkrim të videos me kohë specifike për secilën prej kategorive, sepse e di që mund të ndihmoj dhe ju ndihmon më tepër që të shkoni aty ku ju dëshironi të dëgjoni, ndoshta se dëgjoni të gjithë videon dhe kjo është okay. Dëgjoni aq sa ju e ndjeni të arsyeshme dhe për gjithçka që ju dëgjoni, ju lutem përdorni intuitën tuaj, sepse shumë njerëz mund të vinë, për shembull, dhe një mesazh mund të jetë vetëm për një, ndoshta për një person, por një mesazh mund të jetë për 10. Kështu që përdorni intuitën tuaj që të kuptoni a është mesazhi për ju apo jo. Jo të gjitha ndoshta janë për ju. Nëse e ndjeni që është për ju, do ta ndjeni së brendshmi. Dhe ky kemi thënë që është një ushtrim shumë i mirë që ju të forconi intuitën tuaj. Qoftë edhe duke filluar tani, nuk është asnjëherë vonë. Duke filluar me tashin. Ajo që unë dëgjova për ne të dashit ishte që ne shkëlqejmë duke patur pakës suport dhe dashuri në jetën tonë. Në momentin që ne kemi njerëz të cilëve ju besojmë dhe njerëz të cilëve ne ndjejmë që prej tyre del vetëm dashuri e pastër dhe ne ndjejmë që ata na duan sinqerisht. Edhe nëse ata nuk bëjnë asgjë për ne, thjesht prezenca e tyre ne na motivon që të bëjmë shumë gjëra të bukura, që ne të ecim përpara, të ndjekim golat tona dhe të mos kemi frikë nga asgjë. Jo se pakta njerëz se nuk e bëjnë dot, sigurisht që mundemi. Por ne shkëlqejmë shumë herë më shumë në momentin që jemi të rrethuar me këta njerëz specifik. Dhe ideja është që kjo hënë e plot mund të reflektoj për ju faktin që a keni patur njerëz të tillë në jetën tuaj? Ndonjëherë është më mirë të rrim vetëm në momentin që nuk i kemi këta njerëz sesa të rrim me njerëzit e gabuar. Dhe nëse i gjejmë këta njerëz, aq më mirë akoma, sepse kjo do të na ndihmojë shumë në këtë 2026 që ne të manifestojmë gjithçka që ne duam, që ne të jemi versioni më i mirë vetes, të prekim potencialin tonë të brendshëm, të mund ta lejojmë që të ta ndajmë me botën në mënyrë konfidente, por përsëri pa egzageruar.
dhe të transformohemi në mënyra nga më të bukurat si kjo flutur e bukur dhe sigurisht të marrim të shpërblimin karamele në fund. Por ne thjesht jemi të karikuar kur kemi dashuri në jetën tonë. Qoftë kjo nëse ne i ofrojmë dashuri vetes son, apo këtë dhuratë vetes son, apo këtë prezencë dhe suport vetes son. Pra, ne mund t'i ofrojmë edhe vetes të gjitha këto. Në momentin që ne kuptojmë që kjo është ajo që ne na bën të shkëlqejmë, përse të mos ja ofrojmë vetes edhe nëse nuk e kemi përreth. Kjo është energjia që ndjeva në këtë anë të plot, shumë prej jush mund ta kuptojnë këtë, shumë prej jush mund ta kenë kuptuar, por tani mund të ndërmarrin hapa që ta vënë në zbatim, si të thuash, sepse është tjetër gjë ta dish, dhe është tjetër gjë të marrësh hapa që për shembull të zgjedhësh me cilët persona të shpenzosh më shumë kohë, dhe të zgjedhësh ti ofrosh vetes dashuri, është tjetër gjë ta dish dhe tjetër gjë ta bësh. Dhe diçka tjetër në lidhje me dashin është që ju e kuptoni në momentin që, për shembull, në këtë anë të plot ju mund të ndjeni që jeni më të relaksuar, më të qetësuar dhe më të tokëzuar dhe ndoshta ti merrni gjërat më me qetësi. Dhe jo të jeni kaq impulsiv si gjithkohës që ne të dashit jemi. Dhe në këtë moment kur ne e kuptojmë që po i marrim gjërat shtruar, gjithçka sikur ndodh me magji në mënyra nga më të çuditshme dhe gjithçka shkon vaj. Por në momentin që ne fillojmë dhe përpiqemi ta prishim këtë lloj harmonie dhe përpiqemi të jemi impulsiv apo të veprojmë para kohe apo të jemi më të lëvizur se ç'duhet, pra të veprojmë në momentin që duhet pushojmë, aty kuptojmë që diçka ngec. Sepse kur është koha të pushojmë, është koha të pushojmë, dhe kur është koha të veprojmë, është koha të veprojmë dhe gjithçka shkon vaj. Ktu ju e kuptoni dhe nuk ka asgjë të gabuar. Në momentin që ju shikoni që diçka ngec, thjesht merreni si një shenjë që nuk është koha, qetësoni, relaksoni, kur të vi momenti, do të shkoj vaj gjëja, do të ndodhi me magji. Thjesht ju relaksoni. Në lidhje me temin, për ju kam shkruar me gërma kapitale. Ju do të keni transformime në lidhje me bashkëpunime të ndryshme në jetën tuaj. Ky mund të jetë një bashkëpunim në familje, bashkëpunim në punë, bashkëpunim në jetën tuaj me shoqërinë, i çfarëdoshëm, por thjesht në lidhje me aspektin e shoqërisë dhe në aspektin e bashkëpunim lidhje me punën. Jo dhe aq në sado që në fakt lidhet edhe me energjinë e dashurisë, sepse për të gjithë ju që jeni single, do të gjeni një person, ndoshta në grupin shoqëror, por për të gjithë ju që jeni të lidhur apo në një marrëdhënie dhe tani më e keni gjetur personin tuaj, kjo dashuri do të rritet dhe më shumë dhe mirëkuptimi do të rritet. Por ideja është ju duhet të hidhni pakës fokus në lidhje me marrëdhëniet tuaja, bashkëpunimet, a janë sinqerta apo jo, dhe a janë reciproke apo jo. Në lidhje me binjakët, për ju, kjo edhe plot hedh dritë mbi aspektin e financave. Dhe ju mund të keni patur gjatë kësaj periudhe disa tendenca që të ruani më shumë të ardhurat tuaja aty kur seni, apo ndoshta keni patur shqetësim se nuk do të mund të keni mjaftueshëm për të bërë diçka specifike që ju keni menduar, dhe ajo që unë dëgjova ishte që financat tuaja do të rriten, por gjithashtu, nëse ju qëndroni të balancuar, pra kjo mund të ndodhë për një kohë specifike. Sigurisht mund të ndodhe me një herë, ju mund të merrni një lloj dhurate, siç ishte kjo karamelja që t'ju ashtoj të financat tuaja me një herë, por ideja është që ju nuk do të vuani asnjëherë nga financat, këtë mund ta keni me siguri, pra nuk do të vuani asnjëherë për të bërë diçka që ju doni kur është me zemër, gjithmonë do ta gjeni në kohën dhe në momentin e duhur atë që ju nevojitet për ta bërë, qoftë të dhuratë, qoftë për të bërë këtë investim, qoftë për të marrë diçka që ju doni. Në momentin që ju keni qëllime të qarta dhe të pastra dhe nga zemra juaj, ndoshta për familjen tuaj, për njerëzit e zemrës, gjithmonë do ta gjeni atë që ju nevojitet. Por ideja është të jeni të hapur dhe të mos të shqetësoni kaq shumë, pra dilni nga kjo pjesa e shqetësimit dhe fokusoni tek pjesa që ju do ta gjeni në kohën dhe në momentin e duhur. Ju jeni të mbrojtur, ishte ai mesazhi që dëgjuam, ju nuk jeni vetëm, jeni të mbrojtur, financat tuaja janë të mbrojtura. Dhe tjetër për ju diçka specifike që ndoshta ju mund të jeni të shqetësuar, sepse ndjeva një lloj shqetësimi, energjia shqetësimi për jush, qoftë kjo në lidhje me financat, mund të jetë diçka tjetër. Dhe gjithashtu dëgjova që një çështje gjyqi do të
jetë në anën tuaj, por që kjo është një mesazh shumë specifik, mos e merrni nëse nuk është për ju. Në lidhje me gaforën, kjo hënë e plot është në shenjën tuaj. Dhe kjo tregon që shumica e këtyre mesazheve mund të rezonojë me ju. Por ideja është që kjo hënë e plot nuk do thoya ju favorizon, sepse nuk është se po ju mban me hatër. Por nëse ju e mendoni si të tillë, mund të thoni që kjo hënë e re po më favorizon mua specifikisht, për shembull, mund të përdorni këto afirmime dhe gjithçka po ndodh për më të mirën time dhe të tjerëve sigurisht. Kështu që mund ta përdorni këtë lloj afirmimi që nëse ndjeni që nuk po ecin gjërat siç ju doni, me qëllim që të manifestoni atë që ju dëshironi në këtë 2026. Dhe duke qenë se Jupiteri është në shenjën tuaj, pra kjo është energjia që mu tregua që për ju qielli është limiti kur i thon për të manifestuar gjithçka që ju doni, ambicjet tuaja do të jenë në maksimum dhe ju do të mund të jeni konfident për të arritur gjithçka që ju doni. Dhe kjo mund të jetë në çdo aspekt, në çdo fushë të jetës. Thjesht ideja që ju mund të arrini suksesin që ju dëshironi, thjesht besoni tek vetja. Në lidhje me Luanin, puna juaj do të shpërblet. Ju mund të ndiheni në këtë energjinë e padurimit, kjo është ajo që po ndjej për ju, që po ndjeni shumë të paduruar sepse keni bërë një punë, keni dhënë maksimumin dhe tani më nuk po merrni atë shpërblimin, atë mirënjohjen, atë falënderimin që ju po prisni. Dhe e bukura është që gjithmonë ne e marrim atë që duam apo manifestimin në momentin që ne e çlirojmë dhe nuk e mendojmë më dhe ndoshta jemi në fazën para se të dorëzohemi. Sepse, kjo ndjesia që ta duam diçka mund të ndihmojë në manifestim. Por, vjen një moment që ne duhet ta çlirojmë dhe të largojmë pritshmëritë, dhe të largojmë pritshmëritë se si mendojmë ne që kjo rrugë mund të krijohet, dhe ndoshta ta harrojmë për një farë periudhe dhe të zhvendosim fokusin në diçka tjetër që ne duam të bëjmë, apo thjesht ta zhvendosim këtë fokus. Pikërisht në atë moment, gjithçka që ju doni vjen. Ky falënderim, kjo mirënjohje, shpërblimi që ju dëshironi, vjen pikërisht në momentin që ju përpara se të hiqni dorë, por jeni në këto fazat e fundit dhe thjesht e zhvendosni fokusin dhe thoni le të bëhet ç'të bëhet, kur të ndodh, le të ndodh. Pikërisht në ato momente ndodh. Kështu që ky mesazh mund të jetë për dikë prej jush që mos hiqni dorë asnjëherë. Është gjë e fundit dhe kjo gjë e fundit asnjëherë nuk vjen, sepse pikërisht përpara se ne të heqim dorë, ndodh diçka dhe ne nuk heqim dorë. Kështu që kjo nuk ndodh asnjëherë. Por ideja që thjesht çlironi pritshmëritë tuaja dhe pikërisht në këtë moment gjithçka që ju doni do të vijë drejt jush. Në lidhje me Virgjëreshën, për ju do të keni një lloj ndriçimi, si të thuash, nga brenda jashtë, ju do të ndukeni më tërheqës apo tërheqëse, më konfident apo konfidente dhe më optimiste zakonisht. Dhe kjo do të bëjë që ju të ndriçoni nga së brendshmi. Ndoshta ju mund të jeni duke punuar në lidhje me fëmijën tuaj të brendshëm dhe jeni duke punuar në lidhje me emocionet tuaja dhe kjo të shkaktoj këtë lloj ndriçimi së brendshmi, pra nga brenda jashtë për ju. Por një mesazh shumë specifik për dikë prej jush që dëgjova ishte që networku juaj është shumë i çmuar dhe i vyer, kështu që nëse ju keni ngecur diku në jetë, kujtoni se kush individ që ju e njihni mund të jetë i mirë në këtë lloj fushë apo e mirë, sepse ju keni ndoshta lidhje, por që nuk ju shkon mendja. Thjesht uleni, reflektoni dhe mendoni kush është personi i duhur që mund ta bëjë këtë dhe të më ndihmojë në lidhje me këtë pjesë. Sepse miqtë tuaj janë aty dhe jam e bindur që e ndjej që thjesht po presin që ju ta gjeni dhe aty është përgjigjja e pyetjes që keni kërkuar për gjithë këtë kohë. Në lidhje me Peshorën, ju keni patur një lloj ndjenje dyshimi në vetvete gjithë këtë kohë dhe kjo ju ka bërë që të ndjeni të pabalancuar, por ideja është që i gjithë ky mund ta mendoni si drita e hënës që po shpërlan të gjithë dyshimet që ju keni patur dhe mendimet negative apo mosbesimin që keni patur në vetvete, dhe tani më ju jeni transformuar si kjo flutura në një person që besoni në vete, besoni në aftësitë tuaja, jeni gati të konkurroni gjithçka dhe jeni gati ndoshta
Të bëni gjëra që më përpara ju kanë lënë, nuk i keni bërë apo i keni lënë më njanë sepse keni dyshuar. Keni dyshuar për kohën, keni dyshuar fëmijët tuaja, keni dyshuar veten tuaj dhe tani më është koha sepse të gjitha këto po largohen dhe ju mund ta manifestoni këtë nëse nuk e keni bërë apo nëse nuk e ndjeni. Manifestoni që kjo hënë e plot po largon të gjitha këto dyshime. Mund ta shkruani, mund të përdorni një ritual me një qiri dhe thjesht të shkruani në dritën e qiririt dyshimet që keni, pasigurit, këtë letër ndoshta ta diqni, ta grisni. Këto janë rituale që po më vinë tërmend, apo thjesht të bëni një dush dhe të mendoni që po largohen dhe po lahen të gjitha këto energji që ju kanë mbajtur pas. Dhe do të shikoni sa e lehtë do të jetë që të ndiqni gjithçka që ju e keni lënë pas në sirtar ndoshta për shumë kohë. Dhe si me magji, kjo gjëja shfaqet pikërisht në kohën dhe në momentin e duhur, në momentin që ju largoni këto dyshime. Në lidhje me akrepin, duhet jeni pakës më zemërgjer, pakës më të largoni këtë pjesën e egos, si të thuash, dhe të jeni më falenderues, dhe të jeni më zemërgjer në faktin që të ndani idetë tuaja, të ndani emocionet me njerëzit e zemrës, por edhe idetë që mund të keni, sepse nuk humbisni, por ju fitoni më shumë. Kjo është ajo që ne duhet kuptojmë. Në momentin që ne ndajmë, ne fitojmë, edhe ne marrim, nuk merr vetëm personi tjetër. Por njerëzit mendojnë që po të japin do të ngelen pa gjë dhe kjo i mban pas dhe nuk japin për shembull një fjalë të mirë, një ide, dashuri, qoftë edhe për shembull dhurata, fundja. Gjithsesi kjo mund të jetë për disa për jush. Dhe kjo mund të lidhet, shenja juaj mund të lidhet me simbolin që ne thamë në lidhje me potencialin e brendshëm, që ju mund të jeni në një rrugtim që të kuptoni vlerat tuaja, identitetin tuaj të vërtet, të njihni veten, të jeni në këtë rrugtim të mrekullueshëm të zbuloni potencialin tuaj të brendshëm dhe ta ndani me të tjerë ndoshta më pas. Në lidhje me shoqëtarin, për ju dëgjova shumë mesazhe interesante. Gjithmonë shoqëtarin e lidh me shembullin që shigjeta duhet shkoj pas për të fokusuar përpara. Dhe ideja është në këto momente kur ju jeni pas, mos u ndjeni keq dhe mos u ndjeni që jeni të ngecur në vend numero. Shikoni se sa, pra përdorni si një moment për të parë se sa përpara ju keni shkuar, sepse vizioni që më tregua ishte që ndjes për shkrimin, sepse kur shkruaj të gjitha këto mesazhe shkruaj pak shpejt dhe nuk është shkrimi yt. Por që më tregua një vizualizim i tillë që në çdo moment që jeni ndjerë mbrapa, ju keni qenë një shkallë më lart. Pra nuk është se keni qenë në të njëjtin vend, sado që mund të jetë dukur kështu, por keni qenë një shkallë më lart sa herë që ju keni qenë mbrapa. Kështu që pra jeni tërhequr, por jeni një shkallë më lart dhe keni ecur përpara. Jeni tërhequr, por jeni një shkallë më lart dhe keni ecur përpara. Pra nuk është se keni qenë aty në vend numero. Sado që mund të jetë dukur e tillë për disa prej jush ose për të gjithë prej jush. Dhe ideja është në këtë moment mbrapa ta përdorim si moment reflektimi. Të shikojmë që kjo hënë plot na iluminon, se sa të shikoni, pra se sa përpara keni vajtur, se sa lart jeni në këtë rrugtim, sepse rrugtimi i rritjes, rrugtimi i shërimit nuk janë linear, por janë si kjo pjesa e shkallëve, pra janë ose mund të jetë diçka e tillë që shkon lart, por ju duket sikur shkuat prapë në të njëjtin vend, por ju jeni një oktavë më lart gjithnjë. Pra jeni një shkallë më lart gjithnjë. Se tani po më vjen kjo pjesa me që thash oktavë, më tregua një piano dhe e keni parasysh janë të njëjtat nota, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dhe fillojnë prapë do, re, mi, fa, sol, la, si, do, por është një oktavë më lart. Nuk jeni më poshtë. Dhe vetëm në frekuencë mund ta dalloni që jeni një oktavë më lart, sepse notat janë njësoj. Por në momentin që ju, pra edhe kur i luani janë njësoj, por në momentin që ju dëgjoni këtë frekuencë, që është frekuenca juaj, ju jeni rritur në frekuencë. Vibrimi juaj është rritur, ju jeni një oktavë më lart. Dhe ju keni kaluar kaq shumë edhe vetëm, keni kaluar shumë vështirësi dhe ideja është që ju mund të konkurroni gjithçka tani më, sepse e keni provuar vetes këtë. Kështu që mos e lejoni këtë mërzin apo dyshimin apo pse nuk po ndodh që t'ju mbajnë pas, sepse ndoshta jeni një shkallë larg derës të portalit të jetës suaj më të mirë. Pra këtë shkallë rritjeje të frekuencës suaj mund të jetë duke ju dërguar ju në portalin
e ëndrave tuaja, manifestimit tuaj, realitetit të ëndrave tuaja. Dhe ju jeni një shkallë larg, pra mos ishni dorë tani. Në lidhje me britësjapin, e di që ju mund ta keni, ndoshta disa prej jush, mund ta keni të vështirë të shprehni emocionet tuaja, mendimet tuaja, ndjenjat tuaja ndaj njerëzve të zemrës, dhe kjo mund t'ju bëjë të ndjeni keq sepse mendoni që a e din këta persona që unë i dua, apo e din se sa shumë unë i dua. Dhe kjo mund të edhe me partnerin e jetës apo partnerin. Në radhë të parë, mos u shqetësoni nëse ju nuk i shprehni dot emocionet tuaja nëpërmjet fjalëve, sepse dashuria nuk shprehet vetëm me fjalë. Dhe madje është forma më e thjeshtë për mua që mund të shprehet dhe që ndoshta gjithkush mund ta bëj. Por ju keni një dhuratë që mund ta bëni këtë lloj, pra kjo gjëja që ju si shprehni dot fjalët ndoshta është një bekim sepse ju mund t'i shprehni në shumë mënyra të tjera, nëpërmjet veprave, nëpërmjet gjesteve të vogla, nëpërmjet nuk e di, ka shumë mënyra kreative që mendja juaj mund të punojë në lidhje me këtë fakt dhe nuk e keni idenë se sa shumë do thotë kjo për njerëzit tuaj të zemrës. Prandaj mos u shqetësoni për këtë pjesë, sepse ata që vërtet ju duan do ta vlerësojnë këtë fakt dhe këtë që u bëni kështu siç jeni dhe do ta vlerësojnë si gjë më të çmuar. Në lidhje me ujorin, dëgjova që ju duhet të shkoni më shumë me ritmin e jetës, pra të ndiqni këtë ritmin e jetës dhe të ndiqni ciklet e natyrës apo të energjisë që ju e ndjeni. Dhe të jeni më fleksibël dhe të adaptueshëm me... Pra kjo është një këndvështrim pra ciklet e jetës. Mund të jetë për shembull shumë e thjeshtë të ndiqni intuitën tuaj kur të veproni, kur jo, pra thjesht të ndiqni siç natyra e di kur duhet i lëshoj gjethet dhe kur mbin gjethet e reja, pra që të bëjnë vend për këto gjethet e reja, edhe ju bëni po të njëjtën gjë dhe mundoni të ndiqni intuitën tuaj dhe mundoni të shkoni me ritmin e jetës. Dhe për ju është shumë e rëndësishme inteligjenca emocionale, pra të mundoni shumë t'i mbani emocionet në balancë, t'i mbani ujërat tuaja të qetë, si thuash, sepse kjo do të ndihmojë që ju të mund të navigoni në këto energji shumë mirë dhe si të thuash varka juaj që është trupi juaj të jetë në balancë, i shëndetshëm, pra të mos lëkundet. Sepse këto lëkundje mund të shfaqen si për shembull mos balancë emocionale, apo në lidhje me hormonet, apo në lidhje me shumë gjëra të tjera që mund të manifestohen tani që po shoh në fytyrën tuaj, mund të keni probleme në trup, mund të shfaqen puçra të ndryshme, mund të shfaqen probleme me flokët, sepse gjitha këto lidhen me pjesën e emocioneve, me pjesën e hormoneve, me pjesën e ndjesive tuaja dhe sa më të qetë ju të jeni në këto kohë, ju mund të anashkaloni këto probleme shëndetësore, mund të navigoni sa më qetë jetë e mundur. Dhe për ju dëgjova të punoni në qetësi, si të thuash, por të vazhdoni të punoni dhe të mos qëndroni në vend numëro. Sepse kjo është ideja, në momentin që ne jemi të balancuar, tani që po më vjen një shembull ndërmend, nëse neve fillojmë dhe vrapojmë, por me një ritëm dhe të qetë, ne mund të vrapojmë shumë herë më shumë sa dikush që fillon dhe vrapon me shumë vrull, lodhet rrugës, ndoshta ndalon, ndoshta e ngadalson ritmin, por gjithsesi është shumë i lodhur, frymarrja e tij është shumë e pabalancuar, pra kjo është ajo që doja të shprehja, por ishte pak e vështirë për ta shprehur këtë lloj energjie, që të mbani një frymarrje në balancë, të vraponi me ritëm, të ecni me ritëm, të bëni gjërat me ritëm, pak sot, pak nesër, por të balancuara. Dhe kjo do të ndihmojë që ju të ecni shumë herë më shumë se sa dikush që mund të bënte 10 gjëra sot, asnjërin nesër, asnjërin pas nesër, dhe të ishte një lloj energjie të pabalancuar. Dhe në lidhje me peshqit, për ju, muaji dhjetor mund të ketë hapur zemrën tuaj. Dhe zemra juaj e di rrugën tuaj, rrugën që ju duhet të ndiqni për të gjithë ne në fakt. Pra rrugën që ne duhet të ndjekim, zemra na e drejton, na e udhëzon, nëse ne e dëgjojmë, jemi gjithmonë në rrugën e duhur. Por ideja është që të inkorporoni gjëra që ju bëjnë të ndjeni mirë dhe që e bëjnë zemrën tuaj të këndojë si një fëmijë i lumtur apo të këndojë në entuziazëm. Të inkorporoni në jetën tuaj.
në rutinën tuaj, në gjithë shka që ju bëni. Kjo do ndihmoj shumë dhe do ndihmoj shumë në lidhje me këtë vit të ri, në lidhje me shumë gjëra të tjera në jetën tuaj, sepse nëse kemi të paktën një gjë çdo ditë apo inkorporojmë në punën tonë një gjë që na bën të lumtur, kjo do të jetë një motivim që ne të japim maksimumin tonë dhe të shkëlqejmë në fund të ditës. Edhe gjithashtu ju mund të rizbuloni një pasion të fëmijërisë suaj dhe nuk është asnjëherë vonë për ta filluar, sepse tani po ndjej një energji që ju mund të mendoni, po mua më ka kaluar mosha, po nuk e di, duhet ta kisha bërë shumë kohë përpara, e shumë të tjera si këto. Nuk është asnjëherë vonë për të filluar diçka. Kush e tha dhe kush i vendosi këto standarde që është vonë, apo është shumë shpejt, apo s'është koha e dur? Vetëm ju e dini, vetëm ju e ndjeni. Dhe në lidhje me ritualet që ndjema për të gjithë ne, ishte fakti që të vendosim gola për këtë vit të ri. Ju mund të përdorni një vision board, pra ose një album, ose thjesht një tabelë dhe të vendosni foto për këtë vit të ri, se si dëshironi që të jetë, por më e rëndësishme nga të gjitha është ta ndjeni. Dhe mund të jetë ky vision board thjesht vizione në mendjen tuaj dhe ta shikoni veten tuaj si doni të jeni dhe ta ndjeni me gjithë qenien tuaj që ju jeni ky person. Dhe ndoshta të merrni hapa, të visheni si ky person, të flisni si ky person, të ecni dhe të mendoni dhe të bëni gjëra që ky person do të bënte. Të shoqëroni me njerëz si ky person mendoni që do të rinte dhe të bëheni pra ky person tani, këtu dhe tani, në këtë vit. Do të shikoni se sa e magjishme kjo është. Nga ana tjetër dëgjova diçka lidhur me levandon. Dikush për jush mund ta pëlqej, dikush për jush mund ta inkorporojë në jetën e vet. Dëgjova që mund të përdorni për shembull çaj livando apo thjesht të merrni lule livando, por edhe un kam një lloj vaj që livandoja na ndihmon shumë të lidhemi me intuitën tonë. Dhe nëse ne marrim pakës vaj dhe vendosim për shembull në pjesën, t'ja tregoj se e bëra për veten duket. E vendosim në pjesën e brendshme të duarve dhe thjesht e përkojmë me njëra tjetrën dhe thjesht ndjejmë të aromë të mrekullueshme. Mund ta përdorni në tavolinën tuaj, mua më pëlqen shpeshherë të pastroj tavolinën për shembull me këtë lloj arome dhe do të ndizet një lloj arome në dhomë në momentin që ju punoni, në momentin që ju meditoni. Këtë mund ta përdorni në momentin që meditoni. Qoftë edhe në përditshmërinë tuaj kur e ndjeni që keni nevojë të dëgjoni më shumë intuitën. Ka shumë lloje vajrash të tilla në fakt, por që livandoja ishte ajo që unë dëgjova për këtë fond të plot. Dhe diçka shumë e bukur ishte që të punoni me fëmijën tuaj të brendshëm që ne tham, ndoshta t'i blini një dhuratë, sepse pse jo? Pse mos ta gëzojmë ne fëmijën tonë të vogël, të brendshëm? Për të gjithë që nuk e dinë se çfarë është, kam menduar të bëj një video lidhje me këtë, kështu që mos u shqetësoni. Dhe 3 bambu. Unë në fakt para pak kohësh bleva 3 bambu, por thjesht në momentin që po meditoja, mu theksuan të treja, ndodhe në sfond, djeva një mesazh që edhe ju ndoshta mund të dëshironi t'i merrni për këtë vit të ri. Është specifikisht 3, sepse lidhet me faktin që njëra është për shëndetin, njëra është për mirëqenie dhe për jetëgjatësi, njëra është për aspektin për shembull e bekimeve që mund të jetë çfarëdo, mund të jetë dashuri, mund të jetë financa, mund ta vendosni vetë synimin për secilën. Dhe prandaj janë 3, gjithmonë duhet marrni numër tek, mund të merrni vetëm 1, mund të merrni 7, mund të merrni 5 dhe për secilën vendosni nga një synim, financa, dashuri, shoqëri e të tjerë. Por gjithmonë numër tek dhe ti vendosni një vazë të bukur diku në dhomën tuaj. Kjo do t'ju ndihmojë në këtë 2026 dhe është një ritual në fakt i bukur për të bërë. Shumë faleminderit. Këto ishin gjithçka që kam menduar të ndaj me ju. 2 çokat janë duke luajtur dhe duke u zënë njëkohësisht. Kështu që më duhet i ndaj përpara se të ndodhë ndonjë gjë. Shumë faleminderit për gjithë ju që jeni këtu dhe tani, jam shumë mirënjohëse për të gjithë ju. Jam e lumtur që jeni pjesë e këtij komuniteti. Faleminderit që dëgjuat këtë video dhe që shpresoj t'ju keni ndihmuar sadopak. Ju dua shumë, një vit sa më të mbar ju uroj, me gjithçka që zemra juaj dëshiron.
sa më shumë suksese, dashuri, lumturi, shëndet dhe gjithçka që ju e di që e meritoni. Mirupafshim, shihemi në videon tjetër. Përpara se ta mbyll, doja t'ju tregoja pakës hënën që po na shoqëron. Është duke na përshëndetur, kështu që le ta përshëndesim dhe ne apo jo. Mirupafshim.